Mirëmbrëma. Gjatë këtyre viteve të piranjat, kam ndjekur problemet e 10 njerëzve që na janë drejtuar për ndihmë. Kam dëgjuar hallet e çdo lloji, kam parë lot, zemërim dhe njerëz që dalin jashtë vetes nga dëshpërimi. Është pjesë e punës. Por sot, për herë të parë, një nga njerëzit që na kërkojnë ndihmë nuk është më. Fatjon Balla ndroi jetë. Nuk iku nga mosha, as nga aksidentet, as nga ndonjë sëmundje e papritur. Humbi jetën për shkak të problemit për të cilin u drejtua tek ne. Fatjoni nuk ngjante me asnjë prej njerëzve, historitë të cilëve kemi ndjekur. Nëse shumica e tyre që ne kemi ndihmuar, kërkojnë me të drejtë të marrin atë që u takon, të dëmshpërblehen, të shohin abuzuesit të dënohen, Fatjoni donte vetëm një gjë. Kjo që i ndodhi atij, të mos i ndodhte dikujt tjetër. Ishte i qetë, i kthjellët, pa hakmarrje, pa urrëtie brenda vetes, edhe sëmundjen e rëndë me të cilën u përball, ai e luftoi me buzëqeshje dhe batutë të çiltër. Buzëqeshja ishte forca më e madhe e tij. Më vonë, duke gërmuar në jetën e tij, kuptova që ai nuk ishte thjesht një denoncues i radhës. Ishte një aktivist, një njeri që jetën e tij kishte kushtuar kauzave që i shërbenin të gjithëve ne, dhe jo vetëm atij. Një mik i natyrës, i malit, i detit, sepse Toni donte gjithçka të bukur që na është dhënë në këtë tokë, e që për atë u bësh shumë e vogël. Ishte ai lloj qytetari që te kalon veten për të mirën e të gjithëve, që jep pa kërkuar të marrë, e që një shoqëri të stërmunduar si e jona, kemi harruar që ekziston. Fatjoni ishte një nga qytetarët që Shqipëria i ka me pakic, dhe humbja e të cilëve nuk i përket vetëm familjes e miqve. Humbja e tij edhe mua më pakson, ne të gjithëve na pakson. Tani pa të Shqipëria është pak më e varfër. Dhe ky është një nga ato raste kur dëshiroj që teoria e mëshirimit të jetë e vërtet, sepse ndoshta, ndonjëherë, një shpirt si i tij mund të rikthehet përsëri mes nesh. Fatjoni humbi jetën me 5 prill në Spanjë teksa kishte shkuar të kurohet. Shpenzimet për të rikthyer trupin në Shqipëri janë të konsiderueshme, prandaj kushdo që mundet, mund të kontribuojë për të ndihmuar familjen.